krejt që ka një që po dojna me qelë agjencion turistik Kosova Tickets, ja ka një shumë u rrit interesimi njerëzve. Nuk e di ka një, po ky sen është katastrofë për Kosovën. A shefi tam? Shefi tam ja thaj. Ti thu pse? Se Kosova zbrazët, ky fiton pare. Dën me ik njoni, kërset 1.000 euro. Dën me ik tjetri, prap 1.000 euro. Se bileta, oferta për punë, rruga. S'po du me i në detaje shumë, po 15-20.000 euro në ditë është ka e fiton. Ajo që po mdhimët shefi jam, se i ka ron fije. Po mdhimën biznesin në Kosovë. Na nushi, me të punu. S'ka punë për ty. Qysh bërë s'ka punë për mu? Hajgore e ka bëna? Jo më s'po bëj gare, s'ka punë për një mes, s'ka punë për ty. Po hajni ju zyre për punësim, qysh s'ka punë? E be djali mirë që niqimi të lashe me qite. Ngëm, a dush me punu autobus lokal? Jo, sa ty mirën men të nditën, jo. A dush me punu me hilt? Jo, të nditën dridhje ka. S'moj. Me lesh gjoma, a dush me punu? Po qfar leshi gjoma të kruë trupi plus kanë thonë që o kancerogen. A pe njënën, hajdi gja shtetë të shumë. Hesë më lodhe, majmuni njerë. Jo këto, jo këto, jo këto. Hesë liro ma zy me njerë se s'po du më marrë me ty. A marrë resh? Më shajte, a? Jo që qajta, me netë 5 sekonda, grush bje dhom t'i thej, si Tysoni. A marrë resh apo thëmë, jo këtë punë s'du, jo ato verë s'du, jo këto s'du, jo këto s'muj, ti që si e për punë shtu as jashtë s'ki me dollë me punu. Hesë shumë i duhet me njerë. Fal, a bën të lutem me kalu ton? Edhe ta tregoj ofertën e punës, ndoshta të pëlqen veni që është konvenon, a? Po që me njëherë, ty të kalëgjoj për qatë shome. Kur dush.